Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, paqja, mëshira dhe bekimi i Allahut qoftë mbi ju. Vëllezër dhe motra, dua t'ju lexoj një ajet kuranor. Një ajet i cili përshkruan shumë mirë gjendjen ku jemi sot. Në vendet e luftës, aty ku po vriten fëmijët dhe po thuj e gjithë bota bën rolin e shurdhit. Nga ana e qeverive, sepse nga ana e popujve po shikojmë reagime shumë të mëdha. Thot Allahu i madhëruar në surën Araf në ajetin 179. Do ta lexoj arabisht dhe kuptimin në shqip. Dhe 2-3 komente të vogla në lidhje me këtë. Pikërisht në këtë ajet thot kështu: Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad dhara'na li jahannama kathiran min al-jinni wal-insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal-an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Sadaqallahu al-azim. Konkretisht në shqip, në përkthimin e Hasan Nahit, thot kështu: Me emrin e Zotit mëshiruesit, mëshirbërësit. Ne kemi krijuar shumë nga gjindët dhe njerëzit për xhehenem. Ata kanë zemra me të cilat nuk kuptojnë, kanë sy me të cilët nuk shohin dhe kanë vesh me të cilët nuk dëgjojnë. Ata janë si kafshët, madje edhe më poshtë se kafshët. Ata janë ata që nuk i kushtojnë vëmendje. Ata janë ata të cilët pra nuk janë të vëmendshëm. Vëllezër dhe motra, Allahu i madhëruar ka krijuar një pjesë të njerëzve dhe të gjindëve të destinuar për xhehenem. E kush janë ata? Janë pikërisht ata të cilët u ka dhënë zemra por nuk kanë mëshirë. Nuk e shohin njeriu me syrin e zemrës. Nuk e shohin njeriu me syrin e mëshirës, me syrin e drejtësisë. U ka dhënë pra sy dhe nuk shohin. E shohin sipas interesave të tyre. Mbyllin veshët, edhe pse u ka dhënë Zoti, dhe dëgjojnë ata që ju interesojnë. Nuk shohin ata që nuk ju interesojnë, nuk dëgjojnë ata që nuk ju interesojnë, por bëjnë vetëm atë që ju intereson atyre. Pikërisht këta thot Zoti i gjithësisë janë si kafshët, por shpeshherë edhe më poshtë se kafshët. E sot jemi në kohën kur këta janë shumë më poshtë se kafshët. Pjesa tjetër po bën rolin e shurdhit, e të verbërit, po pse jo edhe të vdekurit. Prandaj Zoti na bëf prej atyre të cilët nuk përfshihen në këtë kategori, por përfshihen në kategorinë e krahut tjetër, atyre të cilët e ngrejnë zërin për drejtësi, e ngrejnë zërin për mëshirë, e ngrejnë zërin për atë ku duhet. Të vrasësh fëmijë nuk është kohë për të heshtur, por është kohë për të bërtitur më të madhe. Të bësh padrejtësi në një popull që kërkon vetëm lirinë,